Çaykur Rizespor ka shënuar fitore me rezultat të thellë 5-2 në udhëtim ndaj Antalyasporit në kuadër të javës së 8 në elitën e futbollit turk. Protagonist në këtë sfidë ishin dyshja Qazim Laçi dhe Altin Zeqiri, mesfushori Laçi ishte autori 2 asisteve me reprezentuesin e Shqipërisë që asistoi në minutën e 4 dhe në minutën e 48 respektivisht. Zeqiri në anën tjetër ja doli të shënojë në minutën e 86 për rezultatin 4-1. Për paraqitjet e tyre fantastike në këtë sfidë, Laçi u vlerësua me notën 7.5 nga Sofascore, ndërsa Zeqiri mori notën 7.4. Sa i përket Laçit, këtu ishin 2 asistet e tij të para të sezonit pas 7 ndeshjeve të luajtura deri më tani në kampionatin turk. Ky ishte gjithashtu dhe goli i parë për Zeqiri në këtë edicion të ri të Superligës së Turqisë. Pas kësaj fitoreje, Rizespori renditet në pozitën e 8 në tabelën e klasifikimit me 12 pikë të grumbulluara.